Rikthimi i Veliajt në krye të Bashkisë së Tiranës, gazetarja Klodiana Lala zbulon detajet. Gazetarja Klodiana Lala ka dhënë detaje sa i përket vendimit të marrë nga gjykata kushtetuese për pranimin e kërkesës së Erion Veliajt për rrëzimin e vendimit për shkarkimin e tij nga detyra si kryebashkiak i Tiranës. Lala bën me dije se GK ka vlerësuar se shkarkimi i Veliajt ishte antikushtetues dhe se ai duhet të kthehet në detyrë. Megjithatë, ende nuk dihen detajet e plota të vendimit pasi do të bëhen të ditura në vijim. Ka qenë një seancë e gjatë dhe mbledhja ka përfunduar rreth orës 17:30. Kanë pranuar të gjithë kërkesat dhe me votat 5-3 e kanë rikthyer në krye të Bashkisë së Tiranës. Shkarkimi i zotit Veliaj, antikushtetues. Nga 8 gjyqtar të kushtetueses 5 votuan pro dhe 3 kundër. Në një seancë maraton të gjithë palët paraqitën vrejtjet e tyre, tha Klodiana Lala. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.